Tridhjetë persona janë zhdukur pas ortekut të mbrëmshëm që u shkaktua nga një tërmet i cili mbuloi një hotel në zonën për skijim në rajonin Abruzzo në Italinë qendrore. Ekipet e shpëtimit shprehin frikë se edhe ajo që ka mbetur nga hoteli mund të shembet plotësisht dhe edhe nëse ka persona që kanë mbijetuar, ata mund të mos të dalin. Boban Pavlovski nga Ohri e kapi kryqen që sot në mesditë në lumin Vardar tek Ura Liria e lëshoi kreu i Kishës Ortodokse të Maqedonisë Zotri Stefan. Për pjesëmarrjen e manifestimin me rastin e festës së ujit të bekuar 2017 ishin paraqitur më shumë se 100 qytetarë, ndërsa krumbar është pronari i restorantit Stara Kuqa, Dimitri Jovanović. Pas ndeshjes së dieshme me Spanjën, sot pasditën e kampionatit botror të handbollit, ekipi përfaqësues i Maqedonisë në handboll do përballet me ekipin e Islandës. Ndeshja do fillojë në ora 17:45. Nëse ndeshja përfundon me fitore të ekipit të Maqedonisë, atëherë Maqedonia zë vendin e tretë në grup, që në fazën e ardhshme do mund ta evitojë një goqirin e kampionatit Francën.